Po, nuk janë mbajti. Pse nuk janë mbajti? Pse nuk thanë emrin e Rama ti fole kundër gjyqtarëve? Dhe do të them pse nuk janë mbajti. Sepse në rast se thoshte Këshilli i Lartë Gjyqësor, kryeministër, mos fol se ne jemi duke kryer detyrat tona, edhe me emër mbi emër, ai që mori vendimari për të vrarë këtë gjyqtarin, do kishte ndaluar. Pse? Se do ishin bërë të gjithë bashkë kundër këtij presioni që i bënte kryeministri gjyqtarëve në tërësi. Dhe po ashtu Këshilli Gjyqësor, që është qeveria gjyqësore, do i kishte kundër përgjigje Ramës dhe qeverisë së tij që ne po kryejmë detyrat. Po duke e lënë në mëshirë të fatit, çfarë tha ai qytetari? Kur Rama denonson sistemin e drejtësisë, po çfarë pretun fukara, i thot ai në mendjen e tij. Ku ka drejtësi këtu më kur e thot kryeministri? E kuptohat çfarë gabimi bëri kryeministri? Për çdo qytetar shqiptar e kam thënë, me parti pa parti, ata që votojnë edhe nuk votojnë, ata të cilët shajnë edhe opozita ka fajnë edhe vetëm ky që ka të ndisur që Këshillin e Ministrave Burgaxhi, ai është i pafajshëm. Pra, e kupton në cilën situatë jemi. Këshilli Gjyqësor vrau Kalan, sepse lejoi dhe nuk ja mbante të thoshte kryeministit Rama, ti mos fol kështu, se ti kur të dëgjon populli që kështu që kemi ne, e merr fakt konkret. Avokat, rasti pra episodi kryesor, pra vrasja, me paramendim, pasi edhe sipas dëshmive të para, autori pasi ka qelluar gjyqtarin, i ka thënë sekretarit se unë nuk kam gjë me ty, edhe pastaj armën e ka dorëzuar në dorë të Rojës. Pra, me paramendim vajti, mbaroi punë aty ku kishte menduar, dorëzoi armën. Po, edhe një herë po them, ky rast, ky fakt nuk ka rëndësi a është me paramendim apo mendim të mëparshëm apo paramendim të tjera me radhë. Unë dua t'ju them juve, ky është një fakt konkret kriminal, edhe sikur të kishte mbetur në tentativë, përsëri personi që ka kryer këtë vepër penale do të dënohet në marzhin më të lartë të kësaj vepre penale. Por ajo që unë mendoj te ky rast, që duhet patjetër ta studiojmë, është ngjarja se si ka vijuar, që do thotë personi shkon kodet, personi shkon dhe vepron, po i vetëm nuk mund ta bëjë këtë gjë. I vetëm nuk e bën. Do të thotë që piknisja ka nisur dhe përveç kësaj, realizimi ka ndodhur duke studiuar çdo situatë dhe çdo rrethana. Për opinionin publik, duhet të sqarojmë që procesi ishte në vazhdimsi në objekt kundërshtimet veprimet përmbarimore. Që do të thotë, personat mendojnë që kundërshtonin një vendim gjyqësor të formës prerë, i cili ka marrë vendim të formës prerë dhe po ekzekutohet nga përmbaruesi për shkak të objektit që kishte të bënë që përmbaruesi kishte vendosur dhe gjoba ndaj kreditorëve, ndaj debitorëve të cilët nuk ekzekuton dot vendimin gjyqësor. Kjo gjë çfarë na tregon? Na tregon qartësi që pushteti që i është dhënë përmbaruesve nuk është arritur në kuadrin e dur ligjor që pala paditëse ose pala kërkuese në varësi të cilën në status do kishim në proces, nuk ka arritur të mbrojë interesat e saj për shkak se ligjvënësi, pra parlamenti që votojmë ne nga mjes deri në darkë dhe bëjmë tifoz, ka normuar ligje favorizuese për përmbaruesen. Dhe më thoni ju mua këtu, kur gjyqësori ka disa ligje dhe favorizon përmbaruesen, mundet gjyqtari të bëjë një veprim që mos të favorizojë përmbaruesin kur pala kundërshtare edhe me letrat e jetë humbet gjyqin? Nuk ekziston ky mekanizëm në Republikën e Shqipërisë, se jemi republikë kapitaliste.
Pra gjithçka të merr përmbaruesi. Gjithçka kur flas, vetëm nuk mund të them në një fjalë më të ulët. Gjithçka. Pse? Sepse ligjvënësi nuk ka krijuar një kuadër ligjor që të mbrojë edhe paditësin, edhe të paditurin, që të gjejë një rrugë alternative gjatë kohës kur ekzekutohet vendimi gjyqësor. Po thjesht i ka vendosur përmbaruesit kaq shumë pushtet dhe në fund fare palët nuk gjejnë rrugëzidhje. E di pse nuk gjen rrugëzidhje, sepse ligjvënësi ka dhënë kaq shumë pushtet përmbaruesit se sa gjyqtari nuk mund të vijë dhe të bëjë balancën dot. Pse nuk e bën dot balancën? Sepse është ngarkuar nga ligjvënësi të detyrohet dhe të bëjë këtë vendimarrje. Dhe nuk mund të bëjë atë peshën e vendimarrjes, si themi 50-50. Pra, të kënaqur edhe pala e paditur edhe pala paditëse, që të cilët në të ardhmen mund të shpikin një artific juridike për të marrë pronën apo për të bërë diçka ndryshe se sa ka vendosur gjykata të mëparshme. Pra, do të thotë që e gjithë kjo situatë që sot një kriminal vajti dhe vrau një gjyqtar, nuk është thjesht se vrau një gjyqtar në salë të gjykimit, po vrau dhe plagosi një sistem gjyqësor të tërë, kur vetë sistemi sot duhet të jetë viktim dhe jo viktim të jetë gjyqtari. Edhe këtu dalim edhe te korrupsioni brenda, pasi një nga personat e përfshirë ka deklaruar në media që gjyqtarin, në fakt sipas tij e vrau Lorenz Luka, i cili në Shkodër, po sipas tij, i mori 70.000 euro për letrat false, pra për të hyrë në këtë vorbull. Edhe tani po hapen petët. Shiko, unë do të doja shumë të them të vërtetën, të dalin emra, të zbardhët kjo ngjarje, që të na thënë të vërtetën, që do të thotë letra kush ka dhënë, ato letra ka qenë nga shteti, pra ka qenë nga kadastra, kush e ka emëruar personin që ka lëshuar letra në emër të shtetit në kadastër? Se nuk e kam emëruar, dikush është emëruar ai personi. Ky personi çfarë fuqi e kishte në zonën e Shkodrës, në zonën e Lezhës dhe në zona të tjera, kur ai mund të kishte marrë disa dokumenta. Përse një gjyqtari është i përfshirë dhe nga kush është i përfshirë gjyqtari për të bërë një vendimarrje në favor të njërës apo tjetrës palë? Këto gjëra do të mbeten në hetim dhe të zbardhen, në hetim dhe të ardhmen. Por ajo që unë duhet të them tek perceptimi publiku te korrupsioni. Ju duhet të dini shumë mirë që publiku në Shqipëri ka një perceptim të gabuar në shumicën e rasteve. Çfarë do të thotë? I avokat e perceptim, po edhe ky i korruptuar. Perceptimi kategorinë tuaj avokat sekser. Sekser. Po nuk janë të gjithë sekser, po nuk jemi të gjithë njësoj. Sigurisht. Unë nuk e pranoj këtë fakt, se nuk jam sekser. Unë shkoj bëj detyrën time, ajo është detyra ime, sepse unë e kam